Namazi natën në dimër, pra nata është e gjatë, dhe kjo është sigurisht është një rast i çmuar që besimtari mund të ketë 2 rekate, 3, 4, 6 e kështu me radhë, falë dhe vitrin më pas, apo duke bërë dua, duke bërë istighfar, kërkim falje, dhe e shoqëruar me porulje përpara mëshiruesit dhe faljes. Nata është e gjatë në dimër dhe njeriu ka kohë për të fjetur gjumë, pra të çlodhet nga lodhja që ka prej punës e tij. Pastaj mund çohet për namaz, për dua, lexim Kur'ani, i lutet Zotit të vet, në kohën kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot: kush më lutet që unë t'i përgjigjem, kush më kërkon që unë t'i jap, kush më kërkon falje që unë t'a fal, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Për fjalët e Yahya ibn Mu'adh rahimahullah, nata është e gjatë, ndaj mos e shkurton me gjumë. O kështu Ubaydullah ibn Umari, Allahu më shiroft, thoshte kur vinte dimri, o lexues të Kur'anit, nata është e gjatë për të lexuar, ndaj lexoni Kur'an, dhe dita është e shkurtër për të agjëruar, ndaj agjëroni. Dietari i nderuar Ibn Rajab, Allahu më shiroft, ka pas thënë, dimri është pranverë për besimtarin, sepse ai pra besimtari në dimër kullot në kopshtet e adhurimeve dhe pastron zemrën në kopshtet e punëve të lehtësuara. Sikurse bagtit kullosin në kullotet e pranverës, shëndoshen dhe rregullohen trupat e tyre, kështu dhe feja e besimtarit rregullohet në dimër me adhurimet që Allahu ja ka lehtësuar. Sepse besimtari në dimër ka mundësi të agjërojë pa vështirësi, që sjell uri dhe etje, sepse dita është e shkurtër dhe e ftohtë, duke mos e ndier vështirësinë e agjërimit. Këtu mbaron fjala e tij e Ibn Rajabit.